Dashi, gjatë kësaj dite do të pranoni me mendje hapur edhe defektet tuaja dhe do të punoni me përkushtim për të ndryshuar sjelljen që nuk ju duket ideale. Në marrëdhënie, partneri do të ketë një vend të rëndësishëm në jetën tuaj, duke krijuar një lidhje të jashtëzakonshme me momente të paharrueshme dialogu dhe mirëkuptimi. Për ju beqarët, ndjenjat do të jenë të braktisura nga yjet, pasi takimet që keni ëndërruar do të mbeten të parealizuara. Në ambientin profesional do të përballoni detyra urgjente dhe, megjithse do të ndjeni ankth dhe merak, do t'i përfundoni ato në kohë, ndërsa gjendja financiare do të fillojë të përmirësohet ngadalë, duke ju ofruar mundësi për investime afatgjata. Demi, sot nuk priten trazira, duke ju bërë të ndjeni të qetë dhe të ekuilibruar. Në marrëdhënie do të përjetoni momente të qeta dhe pa asnjë konflikt, duke vepruar sipas ndjenjave tuaja pa asnjë mosmarrëveshje. Ju beqarët, është e rëndësishme të tregoheni më logjik dhe serioz me personat që takoni, pasi kjo do t'ju tërheqë më shumë vëmendje pozitive. Në punë do t'ju jepet një detyrë e re që fillimisht do të duket e ndërlikuar, por gradualisht gjithçka do të kthehet në normalitet, duke ju dëshmuar se jeni të aftë të arrini çdo qëllim. Gjithashtu, gjendja financiare do të mbetet në nivele të pranueshme, duke ju mundësuar të kryeni edhe disa shpenzime të shtuar. Binjakët, gjatë kësaj dite do të jeni plot vendosmëri dhe do ta çoni çdo projekt deri në fund, pa e konsideruar asnjë gjë si e pamundur. Në marrëdhënie, dita do të shënohet nga një atmosferë e qetë dhe e harmonishme, ku do të kaloni kohë cilësore me partnerin tuaj dhe do të diskutoni me qetësi çdo çështje. Për ju beqarët, disa takime të reja me njerëz të njohur kohësh do të çojnë shpejt në krijimin e një lidhjeje më të ngushtë. Në punë do të reflektoni me kujdes para se të ndërmerrni çdo hap të ri dhe me këmbëngulje dhe durim do të arrini më shumë se sa e kishit imagjinuar. Gjendja financiare do të mbetet e kënaqshme, por çdo vendim do të duhet të merret me maturi. Gaforja. Sot do të ndiqni me kurreshtje çdo gjë të re që do të provoni. Nëse jeni në një marrëdhënie, është thelbësore të mbroni lidhjen tuaj nga çdo përpjekje që mund të prish harmoni, sepse persona të shumtë mund të përpiqen ta ndërhyjnë në planin tuaj. Për ju beqarët, do të keni mundësi vetëm për aventura kalimtare, pa asnjë potencial të madh për një lidhje të qëndrueshme. Në ambientin e punës, do të hasni sfida që do t'ju japin më shumë besim tek vetja dhe do të shtyjnë dëshirën për të realizuar qëllimet, por duhet të mbani gjithmonë kontrollin në aspektin financiar për të shmangur situata jashtë kontrollit. Mendoni gjithmonë pak më shumë për të ardhmen dhe për të marrë vendime të mençura. Luani. Edhe pse sot askush nuk do të përpiqet të destabilizojë jetën tuaj, ju do të përballeni me disa momente ku do të kujtoni të shkuarat dhe do të përjetoni emocione të thella. Në marrëdhënie do të shihni se ka fat të madh kur keni një partner që ju mbështet, ndërsa ju beqarët nuk duhet t'i kufizoni mundësitë, më mirë të lini mendjen hapur për çdo mundësi të re. Në ambientin e punës do të jeni shumë të matur dhe të gatshëm për të hedhur hapa të mëdhenj, përfshirë edhe pranimin e një detyre të re që ju është propozuar më parë. Në planin financiar është e rëndësishme të merrni vendime vetëm pasi të jeni të sigurt që gjendja është e qëndrueshme. Virgjëresha. Sot përpiquni të mos shfaqni muskujt e qëndrimit, sepse kjo mund të sjellë probleme serioze. Nëse jeni në një marrëdhënie, dita do të fillojë mirë, por pas mesditës mund të nisin debate të vogla rreth të ardhmes, kështu që kujdesi me fjalët është thelbësor. Ju beqarët do të ndiheni të pasigurt dhe mund të humbni mundësi të mira për lidhje serioze, ndërsa në punë do të punoni me përkushtim, duke u përballur me çdo sfidë me shpejtësi. Gjendja financiare do të fillojë të normalizohet, fal një shumë të madhe si trashëgimi, duke sjellë një ekuilibër të mirë. Peshorja. Venusi do sjellë mbështetjen e duhur në jetën tuaj sot dhe ekuilibri do mbizotërojë në çdo moment. Plutoni do jetë planeti që do ketë ndikimin më të madh për ju të dashuruarit. Ai do ju nxit të përkujdeseni më tepër për partnerin, t'ia shprehni ndjenjat atij dhe t'i përgatisni edhe ndonjë surprizë mbreslënëse. Ju beqarët nuk do keni më asnjë lloj dyshimi për hapat që doni të hidhni dhe çdo gjë do ju ndryshojë. Në punë do e arrini çdo qëllim fal komunikimit të mirë dhe durimit tuaj, dhe as motivimi nuk do ju mungojë. Financat do arrini t'i mbani gjatë gjithë kohës të stabilizuara. Optimizmi juaj do t'ju jap mundësinë të filloni një kapitull të ri me sukses të qëndrueshëm. Akrepi. Nëse keni ëndërruar për ditë të lumtura, sot do të përjetoni çdo gjë me intensitet, megjithse nëse jeni në një marrëdhënie, situata me partnerin nuk do të jetë në periudhën më të mirë të mundshme. Her pas here keni për të pasur edhe probleme dhe mosmarrëveshje të forta, të cilat do t'ju ndalin për të hedhur hapa më tej. Ju beqarët do realizoni plot takime interesante dhe do jeni në mëdyshje se me cilin person do doni të vazhdoni më tej.
Në ambientin e punës, qetësia do të mbizotërojë dhe gjithçka do të shkojë sipas planeve, ndërsa situata financiare do të jetë tepër delikate dhe do të kërkojë kujdes të veçantë. Sot, mundësia për të mësuar nga sfidat do t'ju shtyjë të përmirësoni veten në mënyrë të dukshme. Shigjetari. Gjatë kësaj dite duhet të përvini mëngët dhe t'i bëni gjërat ashtu siç i keni planifikuar, duke mos u ndikuar nga zëri i të tjerëve. Për ju të dashuruarit do të kaloni momente romantike dhe të mbushura me lumturi, ku pranë partnerit do të ndiheni si mbi re. Ju beqarët do të keni besim tek miqtë e ngushtë dhe faltyre do e gjeni princin e kaltër. Në ambientin e punës do të jeni shumë të organizuar dhe do t'i përballoni ngarkesat pa probleme. Problemi serioz nuk do të jetë pjesë e ditës suaj. Në planin financiar duhet të jeni të kujdesshëm, pasi marrja e huave nuk është një zgjidhje afatgjallë. Sot, planifikimi juaj i hollësishëm do t'ju lejojë të arrini çdo objektiv me sukses të qëndrueshëm. Britsjapi. Do të ndiheni disi më të përgjegjshëm gjatë kësaj dite, megjithse shpesh nuk do t'i pranoni gabimet që do bëni. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe fiksoheni pas të metave dhe pikave të dobta të partnerit tuaj, do të hasni probleme. Duhet ta kuptoni se askush nuk është perfekt për të ndjerë lumturi. Ju beqarët, mendoni me kujdes para se të bëni zgjedhje, në mënyrë që të mos gaboni. Në ambientin e punës duhet t'i mbroni me çdo kusht të drejtat tuaja dhe të mos lejoni që kolegët ju prishin harmoninë. Shpenzimet duhet të kontrollohen me kujdes që gjendja financiare të mbetet e qëndrueshme. Sot, çdo sfidë do të jetë një mundësi për të mësuar dhe për të rritur përkushtimin tuaj. Ujori. Urani do të jetë pranë jush gjatë kësaj dite, megjithse në shumë momente do të kaloni sfida dhe peripeci, bëni durim sa më shumë. Nëse jeni në një marrëdhënie, lidhja me partnerin mund të humbasë intensitetin e saj të mëparshëm dhe her pas here do të ndiheni të mërzitur. Ju beqarët, mos e neglizhoni mundësinë që ju jepen, sepse mund të pendoheni rënd. Në ambientin e punës do të formuloni idetë tuaja me qartësi dhe do të merrni vlerësime pozitive nga miqtë tuaj. Financat do të jenë më të mira se më parë, duke ju mundësuar edhe disa shpenzime të shtuar. Sot, çdo përpjekje do të shndërrohet në një hap drejt përmirësimit të qëndrueshëm. Peshqit. Gjatë kësaj dite do të vlerësoheni mjaft për karakterin tuaj të shprehshëm dhe kjo do t'ju ndihmojë të kaloni edhe sfidat më delikate. Nëse jeni në një marrëdhënie dhe keni probleme me partnerin tuaj, mos mbyllni sytë dhe veshët për të kaluar çdo gjë, pasi kjo do t'ju pengojë të vazhdoni me qetësi. Ju beqarët do të jeni të vendosur ta bëni për vete personin që pëlqeni dhe do të arrini qëllimet shumë shpejt. Në ambientin e punës do të tregoni profesionalizëm, por për të mos u lodhur duhet të bëni pushime her pas here, kështu që do të arrini edhe më lart. Financat nuk do të jenë të këqija, por është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e palogjikuara. Sot, duke reflektuar thellë dhe duke u organizuar mirë, do të krijoni një bazë të fortë për të ardhmen tuaj.